Kam mbritur Osman Stafa në studio, si që anuncova të nderuar shikues, mirë se vjen një dashur Osman. Gjithmonë kënaqësi të jemi. Shumë dhe shumë kënaqësi që jam në studion tënde. Biseda, sepse je gjithmonë për punë të mira, vepra të mira, pa çka dinamikës ditës, lodhjes, raportimeve, ke gjithmonë kohë për gjithçka. Vjen me një lajm të mirë apo jo? Sepse gjykata e lartë ka rrëzuar apelin për çështjen e mungesës së ilaçeve kimio për fëmijët, një denoncim që ke bërë që prej vitit 2022. E kemi diskutuar bashkë, e kemi folur, të lutem na e sqaro. Një lajm i mirë e the, por pas plot 4 vitesh, dhe kur duhen 4 vite për të marrë një dritë jeshile që të bëhet drejtësi për fëmijët, patjetër është vonë, por tek e fundit është një lloj shprese që drejtësia mund të vendoset. Dhe nuk po flasim për rrushe për kumbulla, por është një nga situatat më sensitive që mund të prek njeriu. Pra mungesa e medikamenteve kimio për fëmijët që luftojnë me kancerin, jo për 1 muaj apo për 2 muaj, po për 2 vite kam ngritur unë pretendimin, apo i kam quar unë prova prokurorisë për para 4 vitesh që nga viti 2020, 2021 dhe 2022, pra ka pasur mungesë të barnave për fëmijët. Si trajtoheshin ata fëmijë mungesë të atyre barnave. Pra i kam kërkuar prokurorisë të hetoj, dhe prokuroria me një vendim skandaloz e rrëzoi dhe tha nuk ka çështje. Çfarë bëri prokuroria? 2 veprime bëri. I pari më pyeti mua, që unë i qëndrova gjithë pretendimeve që kisha bërë në kallëzim, dhe veprimi i dytë, pyeti që unë kisha ngritur, ja çoi si kërkesë për informacion drejtorisë QSUT-s. Dhe drejtoria që QSUT-s i thot, mungojnë këto medikamente, vërtetoi pretendimet e mia. Ja konfirmoi dhe prokuroria e rrëzoi, prokuroria e Tiranës. E apelova çështjen tek gjykata e shkallës parë, vendimi i gjyqtarit ishte po ashtu skandaloz, sepse më kërkonte mua si gazetar të faktoja pretendimet. Unë nuk jam hetues, unë jam gazetar, ngre pretendimet, ti e organi akuzës, ose prokuroria, siç është në rasti konkret, por gjykata e detyron që të kryej disa akte. I kam paraqitur raste, i kam paraqitur prova, dokumenta zyrtare si dhe shqiptar, që vërtetonin që ato 4 medikamente që unë thoja se i mungonin atyre fëmijëve që luftonin me kancerin, mungonin. Përsëri gjykata e shkallës parë më rrëzoi. E çova në apel pra në gjykatën e apelit, e cila mori po ashtu shumë kohë dhe gjithashtu më rrëzoi. Deri në momentin kur e quam çështjen në gjykatën e lartë, ku aty 3 gjyqtarët, Ilir Panda, kryesues, Sokol Binaj, antar, dhe Sander Simoni, antar, morën një vendim për cilin është vonë 4 vite. Por gjithsesi, po është vonë 4 vite sepse ata fëmijë mund të jenë humbur dëshmitar nga ajo situatë. Patjetër. Pra janë fëmijë të cilët unë nuk e di sot jetojnë ose jo, uroj me gjithë shpirt të jetojnë, por kësaj smundje nuk i zgjedh besë. Disa raste mund të kenë qenë Osman. Po të them, një nga rastet që mua më ka tronditur dhe ta them me shpirt këtë, ishte kur një vajzë 5 vjeçe nga një zonë e veriut e mori nëna, ishte me kancer, 5 vjeç, nuk e dinte ajo shkret me çfarë po përballej, nuk e kuptonte, por dinte vetëm që krahët i kishte të nxirr dhe sa herë shikonte bluzat e bardhë qante se nuk duronte dot dhimbjet, nga shpimet e efektet e kimioterapisë që bënte. E mori nëna dhe e çoi në shtëpi dhe më ka marrë në telefon, aty ka qenë kontakti i parë që unë e kam çuar vajzën për të vdekur në shtëpi, se s'ka ilaçe. E vetëm s'kishte më kimion për të bërë. Po s'kishte kimio më. Prindërit doktorët i kishin thënë prindërve që ne s'kemi çfarë bëjmë, nuk është detyra jonë për të siguruar medikamente, sepse përgjegjësia për të siguruar kimiot është e Ministrisë së Shëndetësisë, e Shtetit Shqiptar ndërmjet politikave që ndërton e tjerë. Çfarë do bënte ajo nëna? Dhe Osman, nga Ministria e Shëndetësisë, çfarë reagimesh ke marrë në gjithë denoncimet që ke bërë, për ta lidhur pak edhe me këtë pjesën që përpjekjet e një gazet? Çfarë? I lan 2 vite fëmijët pa ilaçe. Ndërkaq që updatonin me informacion pse mungonte apo mungesa e reagimit? Po të them një fakt, edhe ky është fakt edhe të ma kundërshtojnë. Ka pasur, pas kallëzimit që unë bëra në prokurori, ka pasur edhe disa raste tjera që unë i kam denoncuar publikisht në kohën që ministre ishte Albana Koçiu, që fëmijë rasteve aty që vonin me kancer nuk kishte medikamente. Dhe disa i merrin i gjente ministrja kontraband, disa të tjera i gjenin në vende tjera, por i gjenin si pasojë e denoncimeve.
dhe nuk ka pasur më mungesa atje. Si pasojë e presionit publik që kam bërë, për te gjithë modestisë, por ky është fakt publik dhe ata e din mjaft mirë, sepse i kam qëndruar aty si polic që në çdo moment që ka mungesë të bërtas, ti marr rastet, ti denoncojnë publikisht. Dhe po të them, për t'i kthyer atij rastit, ka qenë një nga rastet më të tmerrshmet që një nën të marrë fëmijën e vet me kancer, do ta çojë në shtëpi. Ta çojë në shtëpi sepse nuk ka ilaç në spital, se nuk kam Dhe imagjino se raste të tjera mund të kenë qenë kështu. Pafund raste të tjera të përmenduar. 4 vite, po. Por, po të them, i kemi kërkuar të gjejmë, pra kemi bërë lekët, gati 1.300 euro, për të gjetur medikamentin dhe i gjeti familja në Kosovë. I kemi dhënë parat nënës së vajzës dhe i gjeti medikamentet në Kosovë, sepse ne nuk mund të pranonim dot që një fëmije t'i mohoj një drejt siç është e drejta për jetën. Apo historitë të tjera që qanin familjarët, qanin nëna e babai, se nuk kishin çfarë dreqin t'i bënin, se nuk kishin ku t'i gjenin ilaçet. Po përveç pjesës ilaçeve, nuk kishin me çfarë t'i blinin. Smundja e kancerit nuk është një smundje që po merr një vitamina, po merr nuk e di një gjë tjetër. Mungesa e kimioterapisë kushton çdo ditë është përveç kimios, po ke pjesën e tjetër të ekonomisë. Kishte familjar që shisnin çfarë kishin ndërtuar deri në atë moment, sepse do përballonin e ilaçet e tjera, se nuk janë vetëm kimiot, por janë dhe ilaçet tjera që i blen familja të cilat rregullojnë pak çështjen e efekteve anësore që ka kimio. Pra që të mos kesh shumë efekte anësore, bësh para përgatitje dhe tjerë, ato ilaçe prindit i blenin nëpër farmaci. Edhe kimiot mungonin. Siç edhe e thash, edhe për këtë arsye vajta në prokurori, për të hetuar një nga çështjet më sensitive. Dhe jam shumë i zhgënjur që për 4 vite, Prokuroria e Tiranës, Gjykata e Shkallës parë, po apeli, unë nuk bëra njëri me faj, unë nuk drejtova gishtin ndaj dikujt. Nuk e kisha asgjë personale me askënd, po denoncoja një fakt i cili është më i tmerrshmi, mohimi i trajtimit për të luftuar kancerin. Osman, sa empatike marr ti nga vetë mjekët lidhur me këtë rast? Në këtë rast, mjekët nuk kishin asnjë lloj faji, patjetër, sepse nuk janë ata përgjegjësit. Nga ana tjetër ishin ata që shikonin çdo ditë pacientët e vegjël duke luftuar me jetën. Po, dhe mua më kanë ndihmuar, ishte ndihmë dhe ajo dhënia e numrit tim telefonit asaj nënës, se nuk njihte ajo mua. Por ai besimi që ata mjek kishin krijuar tek unë, duke i dhënë familjarëve, duke i treguar rrugën, patjetër që ishte një lloj besimi apo ajo çfarë ata mund të bënin maksimalisht. Çfarë do doja unë të bënin? Po patjetër, gjithë mjekët, sidomos dhe e kam hapur sfidë onkologjikut, por edhe më tej, ku mungojnë pajisje dhe ilaçe, të bëhen bashkë dhe të kërcënojnë me dorëheqje. Shikoje ti, do i bëjnë pastaj çfarë, pra do ja plotësojnë kushtet apo jo, se ka ndodhur në Slovaki. Në vitin 2011, 2400 mjek. Është e vështirë kjo. Po është rast, nuk është larg. 2400 mjek japin dorëheqje. Në vend si yni, erdhi shteti aty ja siguroi gjitha. Askush nuk u largua. Ndaj askujt nuk u krye hakmarrje. Sepse po t'jen bashkë mjekët, do kenë dhe popullin bashkë, do kenë gjithë njerëzit, se gjithë jemi të prekur nga smundjet. Pra kjo është ajo çfarë ka ndodhur. Dhe për ta përmbyllur, dhe për të më dhënë ekstraktin e asaj që ke në duar. Për të dhënë ekstraktin e gjithë kësaj çfarë ka ndodhur, gjykata e lartë ka vendosur që çështja të rikthehet përsëri gjykatës së apelit për të shqyrtuar nga një tjetër trup gjykuese dhe për të vlerësuar pretendimet që unë kam ngritur, sepse gjykata këtu ka vlerësuar se për gjitha pretendimet që unë kam ngritur nuk është bërë kontrolli, pra verifikimi, hetimi. Dhe të paktën nuk këtë kam kërkuar, vetëm të hetohet. Ore të hetohet, a ka përgjegjës të marrin dënimet që meritojnë, por ata fëmijë të cilët janë përballur me kancerin dhe janë lënë pa ilaçe, kërkojnë drejtësi. Duhet drejtësi se janë lënë 2 vite pa medikamente. I mbaj mend sot 6 merkaptopurina, acidi folinik, lasparaginaza dhe një medikament tjetër. Pra janë medikamente të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme në trajtimin e kancerit. Si janë trajtuar për 2 vite fëmijët që kanë vojtur nga kanceri? Pa këto medikamente. Ama thot kush? Cila është pasoja e mos zbatimit protokollit nëse ti nuk bën kimiot për atë fëmijë, për ecën shpejt smundja? Nëse ti nuk e jep sipas protokollit smund, kur e jep ti më pastaj pas 5 javësh, 6 javësh, pas 1 muaji nuk ka më efekt. E vërtet. Sepse smundja të mund avancon nga shkalla e parë, nga niveli i parë, nga grada e parë në nivelin e 4, në gradën e 4 dhe ti s'ke çfarë bën më. Prandaj unë po kërkoj drejtësi dhe uroj që gjykata e apelit tashmë me vendimin e kthyer nga gjykata e lartë të bëj drejtësi dhe të kërkoj hetim
Nuk Po edhe po kjo ja do kërkoj kohën e vetë, gjithsesi, siç Patjetër, unë këtu jam, unë do pres, unë jam rrugët e 33 vjeç, gjyqtarit. unë këtë çështje nuk do ta lë. pa diskutim. Kam 4 vite që e ndjek dhe dua të falenderoj dhe avokatin tim Marash Logun, i cili për gjithë këtë punë që ka bërë nga prokuroria e shkallës nga prokuroria e Tiranës deri në gjykatën e lartë, nuk ka marrë asnjë kosto për gjithë punën e madhe që është bërë, sepse ka kosto, avokati ka punën e tij, por ka treguar humanizmin e tij në një çështje kaq të ndjeshme dhe solidaritet.